Telekomin qeveria aktuale ka stabilizu. Si e ka stabilizu? Ka stabilizu me futjen e një kapitali financiar brenda Telekomit, ku strukturave menaxhuese të momentet të Telekomit e cilat janë në këto 3-4 vitet e fundit, ja u ka mundësu që numrin e punëtorëve prej 2300 të sjellën dikon në 1600. Dhe 2300-1600 jemi të folë dikon mbi 700 punëtorë ma pak. Këta 700 punëtorë ma pak, në kohën sa isha në drejtor në Telekom, dikon Telekomit ka mund t'i kushtojnë rreth 600.000 apo 700.000 euro në muaj. Kur e shumëzon me 12 muaj i bjen dikon rreth 7 milion euro apo 8 milion euro, hipotetikisht po them ashtu, sepse shifrat e sakta tash nuk po kujton saktësisht, po në atë kohë kujtoj ka qenë dikon. Ju mendoni që qeveria Kurti stabilizoi, po stabiliteti, a është argumenti mjaftueshëm që një ndërmarrje të qëndrojnë në këmbë të veta, ta faroj në këtë treg të konkurrueshëm shumë? Këto deshta dëvi dhe me futjen e këtij kapitali financiar në Telekom, të arritën ta stabilizojnë, dhe sot Telekomi del me fitime. Mirë po kur nalëm dhe i shikoj shumën totale të fitimeve e cila proklamohet në media, nuk del diçka më e madhe se sa shuma totale thuajse e këtyre punëtorëve të cilët i kanë larguar. Aq sa punëtor vullnetshëm shkputën kontratat thu, ajo para është fitimi Telekomit sot. Nga ajo sa kom pa mund të ketë ndaj plus minus aty diçka lëvizje, mirë, po në parim aty dikon sillet. Njëkohësisht duhet pas parasysh edhe zvoglimin në masë enorme të pagave të cilat i kanë pas në Telekom. Sepse me sa kujtoj tash dikon paga më e madhe në Telekom është rreth 1500 euro në muaj, që për vlerësimin tim është një pagë shumë e vogël në aspekt të industrisë dhe vetë konkurrueshmërisë dhe pasës së motivit për zgjerimin e aftësive konkurruese në treg për vetë Telekomin, po kur nalesh me këshir në total. Dhe është vlerësimi imi. Qeveria aktuale Telekomin ka arritur ta stabilizoj nëpërmjet futjes së kapitalit financiar, qoftë subvencionim, qoftë kredi, çfarëdo mënyre që ka bu, dhe mirë që e kanë bu, dhe mirë që kanë vepruar për shkak se është e qëndrueshëm momentalisht. Mirë po, në i zhvillim diçka strategjik dhe domethënës e cila premton për rritjen e vlerës dhe shtimin e vlerës së Telekomit për ndaj proces eventual të mundshëm privatizimi nuk kam arrit me pa deri tash.